me pat korupcion, këtë vend nuk e flasim jo se jo. Unë mendoj se institucioni është skajshmërisht i mirë. Edhe mendoj që duhet me u drejtu, pastaj femnat cilat largohen për shkak se janë 7 zona duhet me inicu kontest pune, edhe ligji e rregullon rast edhe zgjat me vite neve 2-3, pastaj qaj biznes obligohet për 3 vite që s'ka punu, t'ja kompenzojnë komplet pagën sikur t'kish punu aty. Kështu që duhet me vepru për m'ju kompenzu edhe dami që i shkaktohet. Në rast se nuk vepron, nuk mundet me kompenzu. Avokat, nuk kanë se si me vepru në një kohë që ti i ke pat siguru me punëtor, nështë arrin një vit, 6 muaj një vit, vajzat e reja, një institucione private punojnë edhe nuk i siguron dikush. Nëse ti nuk figuron i sigurum në kasi me kërkundim. Është mundësia, unë i bëj thirrje nga këto, çdo femën e re e cila largohet nga një biznes për shkak të shtatzanis, le t'i drejtohet cili do avokat, jemi sigurt më shumë se 2/3 të avokatëve kanë me marrë me e përfaqësu pas një kosto fillestare, pastaj sepse në rastet kur një avokat e fiton një kontest, atij i takojnë edhe shpenzimet procedurale.